Një memorandum mirëkuptimi mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, raportoi të dielën Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Kjo përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa Washingtoni do të angazhojë gjithashtu për lehtësimin e sanksioneve ndaj naftës iraniane gjatë periudhës së negociatave. Nëse marrëveshja arrihet, ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet plotësisht në gjendjen e paraluftës. Sipas Tasnim, numri i anijeve që do të lejohet të kalojnë do të rikthehet në nivelin e paraluftës brenda 30 ditëve. Agjencia shtoi se Irani thekson zbatimin e të drejtave të tij sovrane mbi ngushticën e Hormuzit përmes mjeteve të ndryshme, detaje të cilat do të bëhen publike më vonë. Ndërkohë, Teherani këmbguli për të paktën një lirim të pjesëshëm të aseteve të ngrira, ndërsa një marrëveshje e mundshme do të përfshinte gjithashtu një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian. Irani kërkon gjithashtu heqjen e blokadës amerikane ndaj porteve të tij, duke argumentuar se nuk do të ketë ndryshime të ngushticës së Hormuzit nëse blokada mbetet në fuqi. Sipas raportit, çdo ndryshim në lundrimin dhe tranzitin përmes kësaj rruge ujore strategjike do të varet gjithashtu nga zbatimi i angazhimeve të tjera të Shteteve të Bashkuara, përfshirë dhe memorandumin e mirëkuptimit. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi të shtunën se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund luftës ishte kryesisht e negociuar dhe priste vetëm finalizimin. Përparimi në negociata erdhi pas vizitës në Teheran të shefit të ushtrisë pakistaneze Asim Munir, e dyta e tij brenda javës të fundit. Armëpushimi në luftën që nisi me 28 shkurt u ndërmjetësua fillimisht nga Pakistani me 8 prill.